Do vi dhe do t'i thot Berishës, qofse bie Rama, do vi Sorosi këtu. Ti më the tetor Rama bie, më the, përcisht. Unë them që... Nga protestat, nga zhvillimet... Po sra 20 tetor nuk bie me Rama. Nuk bie me Rama, po sra 20 tetor. Ai do vi Sorosi këtu dhe do bisedoj me Berishën qofse bie Rama. Edhe do t'i thot, lëshoj tera dhe mbaj të tera. Në qa kuptim? Lësho pëden dhe mbaj të tjera. Qarë ke? Po, bizneset punët Po, halë të gjitha problemet e tjera nuk do kesh më probleme me Spakun. Por në qofse Berisha do pranojë... Se Sorosi në Spak, Sorosi ja ka pas... Do bëhet shumë i fuqishëm në qofse bie Rama. Spaku do kaloj komplet në Soros. Se Spaku duke qenë që ka goditur Velieni bi që është kundër Sorosit. Me logjik, me llogari të thjeshtë. Tashi Rama u rreshtua me amerikanët dhe me sionistët. Dhe këta ndikuan që të godite Erion Velia dhe fuqia e madhe që kishte Rama në atë kohë, sepse nuk kishte protesta. Dhe ndikoi që në luftën mes tyre dyve, se Erion Velia u lidh me këtë kandidaten për presidente që ishte në Shtetet e Bashkuara dhe ishte bërë një skem që nëse fitonte ajo që kishte emrin ai që ishte me Trumpin, se s'po më kujtohet tash, Kamala Harris, nëse fitonte ajo, ambasadori do të vinte këtu, do fillonte të luftonte, të punonte kundër Ramës, pra për të erdhur mjaftistët kundër rilindasve. Partia Socialiste nuk ekziston më sipas te. Partia Socialiste gjithmonë ka qenë internacionaliste, ka qenë dorë të tuajve, gjithmonë. Po socialistët nuk e din. Socialistët rendin pas pushtetit, ju lëndojnë kocka atje dhe thelat e mëdhaja i marrin ndërkombëtarët, gjithmonë në Shqipëri. Dhe këta tash